pse Kurti nuk po don me i formu institucionet, edhe në anën tjetër kemi pa që Partia Demokratike e Kosovës vazhdimisht ka thonë, sidomos zoti Krasniqi, që nëse nuk mundet me bu Kurti, na jem për 24 orë sigurojmë na votat edhe bojmë qeverinë. Pse PDK po tërhiqet tash? Dëgjo, po ndryshoj loja, pa dasht me i përsërit ato që i thanë dy parafaqësit e me arsyet pse Kurti s'ka dasht me bo qeveri, s'ka pas vullnet politik Kurti me bo qeveri, se si kur t'ish bo vullnet politik, kur ki vullnet politik me bo qeverin, të e gjanë në mënyrën, se me 28 deputet dhe mos me bo qeverin, kjo është abnormale, dhe me thonë, ne kanë pas qeveri me parti me ka 25 deputet, 27 deputet, dhe i kanë ba qeverit, dhe kanë ba qeverit stabile, koalicionet e mdoja kanë e spunt, kanë kry punë të shtetit, edhe nuk ka pas probleme. Kurti nuk ka dasht me ba qeveri, si që dini, Kurti ka kërku 500 zemra 500 kë në zgjedhje, nuk i more ato dhe a i doli dëshpru nga zgjedhjet e në shkurtit. Edhe që ndodhi pas ta i bani këto ngërqin politik në kuvend që ke gjithë shka ke qëllim. Qa do që ka ndodhë në kuvend, ka ndodhë qëllimisht, nuk ka ndodhë kur gjë rasisht, dhe jo rasisht jemi edhe sot pa institucione. Pas ta i këthemi të Partia Demokratike. Menoj që Partia Demokratike ka qenë stabile në ato që e ka thonë, ka qenë shumë e vërtet që ka pas interes me bo qeverin, po të gjithë e dim që Lorja ka prish Lumir Abdigjiku. Tash nuk mujna me thonë që unë po du me bo qeverin me partit që vinë nga ish opozita, apo Lumiri s'po do. Në momenti që s'do Lumiri, të s'po e ka ditë prej fillimit, zoti Krasniqi, që Lumiri s'po do me bo. Jo, nuk e ka ditë prej fillimit, se fillim ka pas disa bisedime. Do me thonë fillim, nuk u ditë fillim, se me pas ditë fillim, gjërat ishin kanë. Kanë menu që Lumiri do të ndryshoj mendje gjatë rrugës, apo kuptan. Lumiri dullu betonizu, as nuk po du me vendosin, as nuk po du me të atjertë, po du një qeveri gjithë përfshirëse. Tash, nëse ti nuk da me vetë vendosin, pse pe da në vetë vendosin në qeveri? Apo kuptan, do më thonë, aj që ka prish lojen, që na nuk jemi një qeveri nga partite ish opozitës, është pikrisht Lumir Abdigjiku, edhe këto na nuk mujna me bon Lumirin. Për çfarë arsye sipas teje? Po, a i ka arsyet e veta. Unë nuk e kuptoj, dikur që hinë garë, në menoj që në garë një partit futën për me marë pushtet, nuk futën për me najtë në opozitë. Edhe votusit voton që kjo parti me marë pushtetin. Voton për partin e vetë, voton e menon që atë parti me pas pushtet, me pas ta interes të herbe asoj partije, nëse ka nevojë se diqka, nuk voton kërkush unë po të votoj të rrinë opozitë. Po menoj që mjaftu shumë ka najtë në opozitë, hardë koha për me dalë për opozitës. Lumiri ka ato interesat e veta të Lumirit, që unë i këmë thonë disa herë, këtu edhe nështë jam për atyne të parve që i këmë thonë që Lumiri vetën e shë ma shumë ka Albini edhe ka Vjosa. Fatkeqësisht e din që nëse a i shkon anejt, nuk ka qenë momenti që a i me shku anejt, për shkak se i është friguar elektoratit dhe kryesisë së vetë LDK-s, dhe tu mos dasht me shku, po tu mos pas gudzimin me shku me PDK-n, a i mbeti as anejt dhe as nej, dhe si përpasoj nga presin zgjedhjet e jashtëzakonshme në dhjetor. Zoti Bekteshi, a është mos guximi Lumir Abdigjiku që jemi në këtë situatë që jemi? Po realisht të dielën e shkuar do thotë në seancën që ishte edhe në afatin kushtetues, po realisht që vetë vendosja gjithsesi zoti Kurti nuk e kishte interesin që ta krijonte qeverinë. Tash në këtë rast ne do të analizojmë edhe pasojat si ka ardhur deri te kjo. Në këtë vit i patëm zgjedhjet, tash parashihet me shku prapë në zgjedhje, cili është, themi, ajo pozita më favorizuese për Kosovën, për vetë Kosovën. Unë e shoh nga aspekti ekonomik, dhe më thonë ne po bojmë kosto shpenzuese në organizimin e këtyre zgjedhjeve. E përmendëm parafalëse që nëse ne arrim him në këto kushte, në këto kondita, këtë situatë, kushtëzuese, pa formë institucione, vim deri te mos miratimi i buxhetit kur është afati tash për me pasjen e rregull qeveria për krijimin e këtyre institucioneve, po edhe organizata buxhetore të tjera të cilat kanë një mori nga mos funksionalitetin që ju ka skaduar afati i bordeve. Tash aspektin politik, opozita ka të drejtën mos më bashkangjit. Ne kemi pa edhe herën e kaluar, dhe më thonë, gjatë zgjedhjeve, kur vetë zoti Kurti u prononcua, dhe më thonë, çfarë atributi i cilësoj ke ndaj partive ish opozitare. Tash, sa është interesimi partive, pse mos më dy bashkangjit, unë konsideroj se e kanë më të drejtë. Por, do të ponë nga ajo në kornizën makro se ne si Kosovë
do të dalë për te interesave tona, edhe individuale, edhe partijake, për të shty për para. LDK-ja e ka thonë në fillim që jena për një qeveri gjithë përfshirëse, për shty për para këtë proces, do të thotë që ne po vimi në atë fazë që ndoshta do të jemi edhe atë për ta pas. Pse, nëse ne shkojmë zgjedhje, vimi në këtë konstelacion, plus minus, apo të mund të kemi vështirësi, apo ndoshta do t'i adresu gjykatës kushtetuese. Atëherë ne buxhetin, nëse nuk e miratojmë, do të himi definitivisht në problemet pasojat që kemi direkt ndaj qytetarëve. Edhe ashtu jena me një inflacion jashtëzakonisht të madh në vend, edhe problemet politike që po ballafaqohemi, vërtet partitë politike duhet të thirrën mendjes tëm edhe ta gjejnë një zgjidhje të mirë në qytetarët, të mirë në Kosovës. Por prap qëndrojnë nga ajo që partitë opozitare më të drejtë nuk ja kanë bashkangjit opozitës për të miratu qeverinë. Pra po them nga ajo se ka qenë... Është diskutabile pse partitë opozitare me të drejtë nuk u bënën bashkë që me kalu këtë krizë, se në rregull që është e drejtë e partive, mos mi u bashkangjit një partije që ka udhëheq tash e 2 mandate. Unë konsideroj që jena në afat kushtetues, shohim. Duhet opozita me qenë e përqarë. E vërtet, megjithëse janë prononcuar edhe partitë që do të shkojnë në zgjedhje, edhe në këtë rast çfarë është Kosova, e vetmja zgjidhje janë zgjedhjet. Por duhet mendu për te asaj, sepse ne të shohim çka nëse vijmë prapë me një kësi konstelacionit partive politike, domethënë këtyre numrave. Sa mund të bëjmë shtyrën përpara proceseve, buxhetin, vitin tjetër e kem në shkurt jo më lart do ta kem zgjedhjen e presidentit, presidentes. Do të thotë ata numra do të ndodhë që të shkojmë prapë përsëri në zgjedhje. Por unë mendoj që zgjedhjet do të jenë një zgjidhje, do të ndryshoj këtë format edhe shpresoj. Këtë format zgjedhjet janë zgjidhje. Lumir Abdixhikun se kuptoj, veç ne asi. Po, ta ndjekim deklaratën edhe e bojmë këto, se edhe kur ti ka thonë që Lumir Abdixhikun nuk jam të e kuptu fare, po e ndjekim edhe për ka thonë persone tjera, ai persone tjera ka thonë për tjetër se. Okej, mirë, po e shojmë pak deklaratën edhe kthehemi në studio. Shkojmë tek deklarata e zotit Kurti që dje kishte thënë që Lumir Abdixhiku nuk po e kuptoj, ai po don edhe po dëkon që ta ketë brapa. Do e ndjekim bashkë dhe do diskutojmë në studio. Fjalë për kur farë gjykimin ndëshkues të asaj çfarë kam prezantuar unë dje. Ndërka që më duhet të them që për kryetarin e kuvendit Dimal Bashën, gjithmonë e kam paramenduar atë në ekzekutiv. Por besoj që vlera e tij e madhe një mend do të ishte në ekzekutiv. Mirë po, ajo çfarë ne besojmë, dëshirojmë, dhe ajo çfarë realizohet shpesh herë nuk përputhen. Prandaj edhe dje ishte shansi që Dimal Basha të vijë në ekzekutiv, mirë po duket që po e duan aty. Ishte shansi që të përfundoj edhe ky mandati i Kurtit 2.5, si ta quajmë tash, edhe kjo nuk u shfrytëzua. Okej, edhe kjo një deklaratë shumë e lezetshme, kemi pasur diskutuar edhe për Dimal Bashën në studio, por do të lusja regjin që më shku tek LDK, që ka thonë zoti Kurti për LDK-n, dhe po e ndjekim edhe po i komentojmë 2 deklaratat, pse jo? Unë nuk po e kuptoj saktësisht lidhjen demokratike të Kosovës, t'ju them sinqerisht. Nuk duan qeveri që udhëheqet nga lëvizja vetëvendosje dhe nga unë. Nuk duan ta formojnë qeverinë e tyre me partitë të tjera opozitare, por insistojnë disa zgjedhje të reja ku përsëri do ta përsërisin atë sloganin që ne dalim të parët, por nuk dalim të parët. Domethënë është një çike çuditshme për mua kjo sjellje. O bë koalicion si i treti me të parin, o bë koalicion me dytin kundër të parit, ama diçka duhet bësh. E tash kjo ka shkuar shumë larg. Një herë kisha përshtypjen që me të vërtetë ndoshta e kanë me mua personalisht.